Mirëmbrëma dhe përshëndetje ju dhe të gjithë antarësisë Partisë Demokratike për Tiranën, mbështetësve tanë, antarëve të Forumit Rinor, antarëve të Lidhjes Demokratike, të Gruas Demokratike. Thirrem këtë takim sepse në situatë jashtëzakonshme ne duhet të përgjigjemi me një gatishmëri dhe masat jashtëzakonshme. Vendi ndodhet në një situatë të paprecedent më parë. Edi Rama hoqi çdo masë për të mbrojtur lëkurën e tij para shqiptarëve dhe mbar botës në një akt antikushtetues. Ai bllokoi në mënyrë brutale veprimin e sistemit drejtësisë. Edi Rama përdori 83 mandatet e tij të krimit për t'i vënë çilsat. Asaj degë të pushtetit, pa të cilin ndarje pushtetesh nuk ka. Pa të cilin pushteti është totalisht në dorë të një njeriu. Edi Rama ndërmori këtë akt dhe pas protestave të fuqishme të opozitës, Edi Rama ndërmori këtë akt edhe pas paralajmërimeve të përsëritura të partnerëve kryesor ndërkombëtar në proces të integrimit europian, por dhe të partnerëve të tjerë. Ai mori një aktin ekstremis sepse e kuptoi, e realizoi që dosja Balluku ishte dosja Rama. Dhe njerëzit e lidhur me krimin, diktatorët e të gjitha llojeve, ngjyrave, janë gjithnjë të aftë të marrin çdo lloj vendimi për të shpëtuar lëkurën e tyre. Pra, ky është një vendim që u ndërmuar për të shpëtuar lëkurën e tij. Me të drejtë shqiptarët pyesin, si ka mundësi që ndërmirret një akt i tillë nga parlamenti. Unë u them qytetarëve shqiptar, pavarësisht nga bindjet politike, se Shqipëria sot ka në krye një bandë kriminale më të rrezikshme që ka patur më njëherë. Ka një bandë vrasësh që kanë porositur qeveritarë, që kanë porositur vrasje, bazuar në dëshmi, në sallat e gjyqeve jo vetëm në Shqipëri, por dhe në botë. Sot Shqipëri, sot rilindas
do të thot kriminal dhe vetëm kriminal. Ata që i shifni ju që rrjeshtohen në mënyrën më të turpshme pas vendimeve të Edi Rams, ata janë njerëz të inkriminuar, të lidhur me krimin. Një grup kriminal i tillë është i aftë të marrë çdo vendim. Nuk ka asnjë rastësi në qëndrimet e tyre në parlament. Jo. Firmat e tyre janë firma krimi. Firmat e antarëve të organizatave kriminale në qeveri apo në parlament. Dhe kjo është e faktuar përfundimisht. Firmat dhe votat e tyre janë votat dhe firmat e atyre që kanë vjedhur shqiptarët dhe vjedhin shqiptarët çdo ditë. Një ligj vendimtar në çdo vend për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri është zero. Dhe ky është ligji i konfliktit interesit. Ky ligj nuk ekziston as për Edi Ramën, as për ministrat, as për deputetët e tij. Por kundrazi, përdorimi i pushtetit për vjedhjen e pasurive dhe fondeve dhe ndarja e këtyre pasurive dhe fondeve me antarët e familjes tyre është ligji që zbatojnë ata. Pra, janë një organizatë tërësore kriminale që nuk kanë asnjë legjitimitet në pushtet. Janë një organizatë kriminale i cili pasi dhunoi masivisht dhe shtroi në fazë zgjedhjet, vazhdon me vendime, vazhdon me procedura me të cilat vjedh dhe vetëm vjedh shqiptarët. Situata është e jashtëzakonshme, ju thash. Është e jashtëzakonshme sepse pavarësisht nga protestat tona të fuqishme, ai shpalli veten mbi ligjin. Pavarësisht nga reagimet e fuqishme të partnerëve tanë, ai nuk u ndal. Nërmori atë veprim me të cilën u thash shqiptarëve që për mua vjedhja e pasurive publike nuk është krim. Nuk është ndaluar. Është atribut i funksionit të kryeministrit dhe ministrave të tij. Situata është e jashtëzakonshme sepse si rrallë ndonjëherë